Në Universitetin e Shkodrës, Luiç Gurakuqi u zhvillua një takim ndërveprues me studentët mbi sfidat e gazetarisë në Shqipëri dhe rolin e medias në luftën kundër dezinformimit. Aktiviteti u organizua në kuadër të një projekti të qendrës 5 pyetjet në bashkëpunim me Autoritetin e Mediave Audiovizive. Të ftuara në këtë takim ishin gazetaret Agida Koçi dhe Kristi Gongo, të cilat ndanë përvojat e tyre profesionale dhe bashkëbiseduan me studentët mbi sfidat e medias në kohën e informacionit të shpejtë dhe përhapjes së dezinformimit. Kohët e fundit kemi krijuar një grup gazetarësh qendrën 5 pyetjet, ku në bashkëpunim me Autoritetin e Mediave Audiovizive kemi krijuar një projekt i cili ka në fokus pikërisht rritjen e standardeve në gazetari. Projekti i qendrës 5 pyetjet me Autoritetin e Mediave Audiovizive është rritja e standardeve në gazetari, ku është i përqendruar si atelje praktike me studentët në 6 qytete të ndryshme të Shqipërisë, ku fokusi ishte dhe Universiteti Luiç Gurakuqi në Shkodër. Duam të marrim edhe nga të rinj për të kuptuar se si mund të përmirësohet gazetaria, se çfarë duhet bëjmë më shumë për të përballuar sfidat që ka media sot. Në takim u theksuar rëndësia e gazetarisë së përgjegjshme dhe roli i gazetarëve në informimin e drejtë të publikut, si dhe nevoja për të luftuar dezinformimin, veçanërisht në rrjetet sociale dhe mediat online. Jemi në një periudhë ku në fakt edhe zhvillimi një lufte na tregon se sa i përhapur është dezinformimi, se sa po manipulohen pamjet, por edhe informacionet për shkak të zhvillimeve teknologjike dhe shpejtësisë së përhapjes së informacionit në platformat digjitale. Prandaj fokusi është edhe tek dezinformimi dhe tek dhënia e disa këshillave sigurisht mbi dallimin e lajmeve të rreme. Gazetarja Kristi Gongo ndau edhe këshilla për studentët dhe të rinj që dëshirojnë të jenë pjesë e profesionit të gazetarit. Por një këshill shumë të vlefshme që unë e zbatoj dhe e kam shpeshherë gjithmonë gjatë punës time që më shoqëron, është fakti që të kemi edhe një zvoglim të dëmit. Jo vetëm dëshira për të bërë skup, jo vetëm dëshira për të bërë lajme që kanë peshë publike, por rëndësishme është të bëjmë edhe pyetjet se kush përfiton nga ky informacion dhe kush mund të dëmtohet. Në këtë aktivitet morën pjesë studentë të Fakultetit të Shkencave Shoqërore, Fakulteti i Shkencave të Edukimit, Programit të Gazetarisë Gjuletërsisë, si dhe programeve të punës sociale dhe psikologjisë.